Të nderuar teleshikues dhe pjesëmarrës të lojës së fatit, Loto mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në transmetimin e drejt për drejt të tërheqjes së numrave të lojës së fatit, Loto 7 nga 39 për xhiron e 7. Dhe që në fillim të emisionit do t'japim pagesën për këtë xhiro dhe presim nga regjia të na paraqesë në ekran pra të dhëna mbi pagesën për xhiron e 7. Në vazhdim do të shohim se si vijojnë pagesat, të cilat së shpejti do t'jenë gati në ekran për t'i parë së bashku. Shuma e paguar është 20.619 euro e 20 cent, fondi akumuluar për 7 të qelluara shohim se vjen 433.477 euro e 97 cent. Në vazhdim të shohim të dhënat mbi pagesën për Joker pra në xhiron e 7 dhe kemi shuma e paguar për Joker është 2.024 euro. Fondi garantuar për Joker me 6 të qelluara është 10.000 euro. Dhe si zakonisht, tërheqja e numrave bëhet në mbikëqyrje të komisionit verifikues që si gjithmonë përbëhet prej 3 anëtarëve dhe sonte kemi të ftuar. Kryetar Sedat Uka nga administrata tatimore, Vebi Klokoqi, qytetar nga Prishtina, si dhe Shaban Jakupi nga Lotaria e Kosovës, pra sonte të 3 anëtarë të komisionit. Fillimisht mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Dhe tani është koha që të pyesim kryetarin e komisionit sa mund të fillojmë me tërheqjen e 7 numrave fitues, pra për xhiron e 7 dhe fjala është për ju. Po, Flora, komisioni ka verifikuar gjithë materialin, gjithçka është në rregull dhe mund të filloj tërheqja e tova. Faleminderit shumë. Atëherë, pasi që komisioni konstatoi se gjithçka është në rregull, ne do të fillojmë me tërheqjen e 7 numrave fitues dhe ju ftojmë të bëheni gati, loja po fillon dhe shumë fat dhe suksese për gjithë lojtarët e kësaj loje, respektivisht për xhiron e 7. Do të fillojë tërheqja e numrave fitues dhe do të presim tërheqjen e numrit të parë. Shpresoj ta nisim sa më mbar këtë lojë dhe me shumë fat pra për lojtarët tanë. Duke pritur për të fituar 435.000 euro, pra një shumë vërtet mahnit se kjo. Gjithë lojtarët tani besoj që ndodhen pranë ekraneve për të parë tërheqjen e 7 numrave fitues. Dhe do të vjen tashmë numri i parë fitues dhe shohim se është numri 11. Pra numri i parë fitues na vjen numri 11. Në radhë është tërheqja e numrit të dytë fitues pra për xhiron e 7. Do të shohim se cili do të jetë ai numër. Vjen dhe numri i dytë fitues, shohim se është numri 33. Pra numri i dytë fitues është numri 33. Do të presim tani tërheqjen e numrit të tretë me radhë. Dhe numri 3 që doli nga mikseri, shohim se vjen numri 2. Pra e paraqesim para kamerave dhe njerë që t'jemi sa më sakt me lojtarët tanë për të parë se numri 3 fitues vjen numri 2. Në radhë tani është tërheqja e numrit të 4. Del dhe numri i 4 nga mikseri dhe shohim se vjen numri 6. Pra numri 4 fitues shohim se është numri 6. Bëjmë tani tërheqjen e numrit të 5. Pra numri 5 që do dalë nga mikseri shohim se është numri 36. Pra numri 5 fitues vjen numri 36. Presim për pak çaste dhe tërheqjen e numrit të 6 fitues. Nga ka ngelur vetëm edhe 2 numra për të konstatuar në qoftë se do kemi apo jo fitues me 7 të qelluara, por pse jo dhe më pak. E kemi numrin e 6 fitues, vjen numri 37. Pra numri 6 fitues se shohim se është numri 37. Dhe në fund fare do të bëjmë pra tërheqjen e numrit të fundit, numrit të 7. Dhe numri i fundit që do dalë nga mikseri është numri 3. Pra numri i 7 dhe i fundit vjen numri 3. Këta këtu janë 7 numrat fitues për këtë xhiro, ne do të rikthehemi pas pak në studio për të parë dhe si vijojnë fitimet. Qëndroni me ne.
E lojtarët e dashur, tani do të paraqesim edhe një numrat fitues për Xhiron e 7 dhe shohim se kombinimi fitues përbëhet nga numrat të cilët vetë se janë në ekran dhe i shohim së bashku. Kemi numrin 11, 33, 2, 6, 36, 37 dhe në fund numrin 3. Kurse numri fitues për Joker e shohim se është 1, 3, 2, 6, përsëri numri 6 dhe në fund numrin 7. Ne urojmë fituesit e sonëm të cilët i njoftojmë se fitimet mund t'i tërheqin që nga dita e hënë dhe njëkohësisht mund të bëjmë pagesën për Xhiron e ardhshme që organizohet të mërkurën. Është koha që ndami për disa çaste dhe ndjeki marketing për të kthyer me raportet e përkohshme për Loto 7 nga 39 dhe atë Joker. Kthehemi pas pak. Kur si dihet kur ta don, kërvish dhe fito thesarin, Lotaria e Kosovës. Dhe tani do të lusim regjin të na paraqes tabelën me rezultatin e lojës respektivisht raportin e fitimeve, fillimisht për Loto në Xhiron e 7. Do të shohim se si vjen raporti i fitimeve për Loto dhe e kemi tashmë në ekran. Me 7 të qelluara nuk ka fitues, por me 6 të qelluara na vjen vetëm një fitues i cili fiton shumën prej 1.777 euro e 53 cent. Pra dhe njerë themi se me 6 të qelluara është vetëm një fitues me shumën prej 1.777 euro e 53 cent. Vazhdojmë tutje dhe shohim se me 5 të qelluara janë 29 fitues me nga 61 euro e 29 cent dhe me 4 të qelluara shohim se janë 833 fitues me nga 4 euro e 27 cent. Dhe do të shohim se fondi për 7 të qelluara për Xhiron e ardhshme pritet të jetë 340, më falni, nuk besoj që është në rregull ajo? Është gabim. Atëherë, regjia të lutem të verifikoj fondin për 7 të qelluara, që do të jetë 435.000 euro. Jam në rregull, e sakt? Atëherë, pra dhe njerë fondi për 7 të qelluara për Xhiron e ardhshme, pritet të jetë 435.000 euro. Unë ju premtova që do t'ishte kjo shumë, prandaj nuk do të lejonim që të bënim një gabim të tillë. Për këtë arsye kemi dhe komisionin këtu prezent që gjithçka mba në vëzhgim dhe është i saktë dhe i rregull me lojtarët tanë që mos na iki qoftë edhe një gabim i vogël që mund të ndodhë në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Megjithatë, ne gjithçka korrigjuam, besoj lojtarët tashmë e dinë raportin e fitimeve, për këtë arsye dhe ata luajnë çdo të mërkurë dhe të shtunë, dhe tani është koha që të paraqesim raportin e fitimeve për Joker. Do të shohim se si vjen raporti i fitimeve për Joker. Atëherë, Joker me 6 të qelluara nuk ka fitues, Joker me 5 të qelluara nuk ka fitues, Joker me 4 të qelluara nuk ka fitues, dhe më duket si vjersh kjo sonte që unë po e them, se Joker me 3 të qelluar nuk ka fitues. Me keqardhje e përmbyll këtë raport të fitimeve për Joker, duke thënë se Joker me 2 të qelluar janë vetëm 30 fitues që fitojnë prej shumën prej 2 euro e 50 cent, megjithatë do të kenë mundësi për të luajtur përsëri së bashku në xhiro të ardhshme dhe në fakt për të kompenzuar shpenzimin e kësaj xhiroje. Dhe në këtë mënyrë nuk do dalin humbës, sepse po ashtu dhe Joker me 1 të qelluar, kemi 374 fitues pra me nga 1 euro. Dhe fondi garantuar për Joker me 6 të qelluara për Xhiron e ardhshme është 10.000 euro. Do të pyes edhe njerë komisionin në qoftë se kanë marrë të gjitha shënimet, numrat dhe gjithçka sa i përket kësaj xhiroje për të konstatuar në qoftë se dhe mund ta mbyllim lojën. Po, Flora, komisioni ka marrë gjithë shënimet dhe gjithçka është në rregull. Gjithçka është në rregull. Faleminderit njerit dhe për prezencën tuaj që e bëni sa më të saktë këtë lojë. Urojmë ne edhe një herë fituesit të kësaj xhiroje dhe ju ftojmë të merrni pjesë në lojë dhe të luani Loto, sepse kuptohet, vetëm ata që luajnë mund të fitojnë fitimin kryesor me 7 të qelluara, që në Xhiron e ardhshme pra pritet të jetë 435.000 euro. Vërtet një shumë marramense kjo për lojtarët tanë që një ditë shpresojnë ta fitojnë, dhe pse jo, është vërtet një shumë marramense kjo, një shumë që një ditë shpresoj që do vi tek dyert e lojtarëve që ta shfrytëzojnë për të mirë në ditët e sotme. Këtu do ndahemi dhe nga transmetimi drejt për drejt, natën e mirë dhe mirupafshim të mërkurën në të njëjtën kohë dhe mos harroni, luani Loto.